Mirë dita. Sot do të bëjmë diçka në misionin çka ka me hangër me brokolli dhe me lule lakne. E shkoj atyne edhe po i presëm ditë na vinë. Lule lakën, brokolli, dona me qitë muzit që të dyjat në një ujë. Me qitë pak mere që me vlu, një lu krypë si zakonisht, edhe i qesëm tash një ka një që qështu. Mirë po është mirë që mos milon muzi shumë, që me pas sa do këtë freskin, po atë freski i edhon pak edhe me shto. Nëse dojmë me lëmë ma shumë, ty kush ka qef me muzi pak ma shumë, me lëmë dhe 10 minuta. Jo, unë për veti 7 dhe 8 minuta, jo ma shumë. Pasi që të zinë këto, me njerë, prej ujtë valë, i qesim në ujë me akull. Në ujë me akull, sepse qaja jarun freskin, jarun atë autonomi mrena që e ka, dhe më thonë jarun edhe në gjyrë. Po e presim pak dhe i botë. Ndërkohë, desa të botë kjo, na dona me bënë në një mënyrë, dona me fërgu, masi që del kjo brokollin edhe lule lak në mujna me përdor shumë mënyra. 10, 15, s'është e përcaktuar me numra. Mi po sot do të bëjmë në 2 mënyra. Sot edhe nesër, do të bëjmë në 2 mënyra. Sot do të bëjmë fërges me përshut, dhe brive të tymosura, edhe me gjete të qepëve të njoma. Dhe i sa të zhjë këto, na veç muj me fillu me pregaditje. Më filloj me gjallp. Qesim pak gjallp shto. Deri sa të shkrijet pak. Shkreja jo e brive të tymosura, ka pak jam i ndyrë, po është i ndyrë shtazore, nuk është e rrezikshme, është e shishme. Se i doket shumë i ndyrë, atëherë ndyrën mujna mi alergu që qështu ka pak, qështu e prej, këtu po. Edhe pak në duhet me shkri. Kjo e që u shkri, ka fillu mu shkri dhe mirë. Edhe pak që ashtu. Qesëm mishin e brive. Dviqit është. Është pak ma i ndryshëm, nuk është e thatë sa duhet,
sepse na duhet pak yndyra e kësaj. Mirë është, na duhet edhe 3-4 minuta jo ma shumë, derisa të na fërgohet kjo. Kësaj e nalim pak kështu, në temperaturë pak ma tullë. Qesim qep, pas kujdes mos me u djeg qepa, se kjo djegë shumë shpejt, se është e njom. Shkojmë të e përzin qështu. Kësaj si qesëm as kryp, biber muj me qitë, si mas dëshirës, sepse kryp ka këtu, edhe mishi ka kryp, kështu që vjen në shpreja i balansimi i mjaftueshëm i krypës. Pak para se me përfundu, vaj me hudër pak, që sa me adhon atë aromën. Po tu ishte një të katërt e në lugës. Ala shkojmë të e përzi qështu. Qëta vetë e kemë të gatshme. Nuk di çka të gatuaj sot. Nëse nuk ke ide blije, Magi ide për racion të ri çdo ditë që me garanci ka sukses. Sot përgatisim pasta me mishpule, presim mishin dhe skuqim, përmbajtjen e qesës e përziej me ujë dhe pa përgatim. Te ja shtojmë mishit dhe e ziej. Ne vendosim pastat, shtojmë mishin e pulës në salcë dhe i mbulojmë me kaçkavall. I pjekim dhe gati. Tani thuaj diçka. Diçka mahnitshëm e shijshme. Magi idea e re për racione, mahnitshëm të shijshme çdo ditë. Edhe tash, e pretëm edhe 1 minutë 2, që kjo është veç tamam. Të mujna me nalë krejt. Edhe tash i marëm qështu me një nujtë ftaftë. Dhe e runët gjyrën mas pari. Kjo është tungu i kësaj brokollit. Nuk gjuhet. Qa do të bëjmë tash? Do të marrim pa betezim edhe do të bëjmë një supë të Magis me to. Derisa të naftofet kjo pak, do më thonë, të mujna veç me nxjerë këta pejtujt. Qështu. Së shtoh mirë. Nda këta ujë tash e marrëm e kullojmë. Edhe ja marrëm qëtu dromë se që i ka. Se lojna me shku pak të ja qesëm supës. Që kjo që jo. Kjo e që ka fillu, dhe më thonë veç është e gatshme. E kem supën. Supë zogu me brum. Edhe ja qesëm qisaj supe me brokolli. Edhe e lomë për me vlu për një 10 minuta, sa ka nevoj qaqë. Deri sa të bëhet kjo. Qëto këne lonë temperaturë të vogël. Tash ja rrisim pak temperaturën. Qështu. Edhe shtu të qesim do të sopa që na qështu. Ku për shkën? Shumë bukur. Kemë edhe pak gjalp qështu. Ja qesëm edhe pak gjalp.
Derisa të bëhet kjo që edhe supa gati është. Kjo veç është e gatshme. Filloj me servimin tash. O, pa e kap me dorë së më krasë. Që qështu. Është pak në ditë, unë i mësu, ju më sprovoni shumë. Se gjigja uva. Shtu. Pru. Në dyrën për do më thonë. Që kështë. Që 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 nga duhet. Ju boh mirë. E të këshim që kjo supë, qysh e kem përt me to? Edhe që kena ka bo. Kemi një bukë fitnessit, që shkon me to, që kjo është. Bukë e mirë, e lezetshme, taze. Ndalim se bëllu bo. Që kjo është ajo? Që do për të shtinë qëtu. Loq, kush se no. Ashtu. Edhe qëtu nëse s'na del buka, se e di që s'ka me na dal, kem bukalare zirë. Buh mirë.